Lufta në lindjen e mesme, po merr themin, kushtimisht po merr dhejnë, ndërkohë që shohim në një çështje tjetër të politikanëve kosovar ka arshi të gjitha zhvillimeve në botë, jo vetëm luftrat, po edhe zhvillime tjera. Pak më herët në deklarimet e politikanëve tanë, saktësisht të deputatëve të Republikës së Kosovës, pam akuza që i hidhen karshi njëri tjetrit, edhe në lidhje me atë se çka mund të humbë Kosova si pasojë mos konstruimit të kuvendit. E për të diskutuar në lidhje me këtë çështje me ne në studio kemi Fatima Hajdarin. Shëndetje nderuar. Përshëndetje, pushtim. Zonja Fatime, ne po shohim që çdo ditë ka vatra luftre, të themi kështu, po ashtu edhe përfshirjet e shteteve të treta, në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë sulmuar Iranin. Po në ndërkohë në Kosovë, lajmi i fundit të cilin e lexova kishte të bënte me gjetjet e armatimit të rënd në veriun e vendit. Kemi një qeverinë në detyrë edhe kemi një kuvend jo funksional. Kemi deputat, po të cilët nuk e bëjnë punën e tyre dhe paguhen për mos punën, të themi kështu. A është ky një nivel i lartë i mos seriozitetit me situatën aktuale të themi të gjeopolitikës në përgjithësi? Po, përshëndetje Kaltrin, pa diskutim që shqetësimet janë në rritje, duke parë që përkundrazi nuk kemi, domethënë, menjanim të konflikteve siç është ai Ukrainë-Rusi që po vazhdon, por kemi hapjen e vatrave të reja tashmë me luftën në Iran-Izrael, në të cilën u përfshi edhe Amerika në orët e fundit. Pa diskutim që është shqetësuese çdo konflikt i ri, sepse me konfliktet e reja ekziston mundësia gjithmonë që këto konflikte pastaj të bartën dhe të përhapet edhe të përfshin edhe zona tjera, duke ditur që Kosova gjithmonë është në rrezikun e përhershëm nga Serbia. Kjo gjë pastaj normal që vjen me një shqetësim më të rritur edhe tek qytetarët, por besoj që edhe do duhet të ishte edhe te skena politike. Sa i përket armatimit në veri, ky ka qenë alarm i përhershëm që institucionet e Kosovës, institucionet e sigurisë të Kosovës e kanë përcjellur në vazhdimsi. Atje njerëz të fshihur në mpitkun e organizatave jo qeveritare dhe të ngjashme dhe duke pretenduar që janë pjesë e shoqërisë civile, siç duket kanë vendosur të shndrojnë pronat e tyre edhe në depo armatimi. Sido që tjetë, kjo është çështje që i përket organeve dhe deri në një moment tjetër ne do presim, por megjithatë vigjilenca nga spektri politik nuk do duhet të mungonte, sidomos në një situatë të tillë dhe mos mund të themi që po mungon kjo vigjilencë nga politikanët kosovar duke pas parasysh të gjitha këto zhvillime edhe në botë edhe në rajon, ndërkohë ne kemi stagnuar të konstruimi kuvendit. Po, pa diskutim. Për mua është tejet jo serioze dhe tejet jo e pjekur prej skenës politike, duke pas parasysh që kemi edhe gjenerat të re, do duhet të kishim edhe mendësi të re, karshi problemeve që po na shfaqen, edhe pastaj insistimit të një emër i caktuar ose të një emër tjetër është kitë absurd. E pam që deputeti që vjen prej radhës lëvizjes vetëvendosje e tha që ne kemi 57 vota. Do me thënë, është gjëja më e sinqertë e mundshme që ta thuash sot për sot që ne kemi vetëm 57 vota dhe për të këtyre 57 vota kërkohet ndihmë prej partive tjera politike që ta bëjmë konstituimin e kuvendit. Mendoni që kërkohet ndihmë reale apo ndihmë e cila gjykohet pastaj, sepse kemi parë një letër të kryeministrit që u ka thënë LDK-s hajde të bashkëpunojmë, po më pas aty kanë qenë 1001 fjalë të tjera, të cilat ndoshta edhe kanë ofenduar më shumë LDK-n se sa. Po, Kaltrin pajton plotësisht po në një situatë kur bota po zihen, nuk e di sa është e mençur të analizojmë secilën fjalë, se nëse lëshohem në analizimin e secilës fjalë, jo më pak e pjekur është deklarata e të parit të LDK-s karshi ministrës në detyrë të punëve të jashtme. Për mua ka qenë gjëja më absurde ku një lider, gjenerat e re, i një subjekti politik, i drejtohet me fjalë të tilla një gruaje, në këtë rast ka rastis të jetë edhe ministre në detyrë që është zonja Gërvalla. Që nuk besoj që është shkaku një gruaje. Jo, absolutisht. Pa gjyrime gjinore, po besoj. Pa gjyrime gjinore, po për të kësaj një zyrtare të shtetit, ti thua që pa edukat dhe me mungesë inteligjencë, është gabim i rëndë, sepse flet më shumë për zotin Abdigjiku se sa zonjës që është drejtuar, e cila nuk ishte fare në studio, se në përplasje sipër edhe mund të ketë shkarje, të del diçka më shumë se sa që e mendon. Por të mos ta kesh fare në studio dhe t'i adresosh fjalë të tilla, nuk e mendoj që është e pjekur për një politikan e aq më pak për një drejtues të një subjekti politik. Po hajde ti të kalojmë fjalët më thetë të thash dhe të marrim vendime të rëndësishme për vendin në një situatë kur askush nuk është i sigurt. Asgjë nuk është e sigurt tashmë, sepse nëse kemi involvimin e SBA-ve, mund të kemi një reagim për bloku tjetër që është Rusia e Kinë në mbështetje
të Iranit, pastaj kemi hapjen e këtyre konflikteve tjera, dhe pastaj do merrem me nëse kush i tha kujt sa shumë rëndoj ose sa shumë peshoj. Mendoj që është absurd në vete. A kanë politika në të tanë, pjekuri politike të mjaftueshme që të shojnë pe në situatat e tilla? Unë mendoj që tashmë është zbaritur jashtëzakonisht shumë. Madje shoh problematike sidomos tek partitë që janë institucionaliste, tek LDK-ja pak më shumë, sepse e kemi të qartë. Nuk e bën më pak jo institucionaliste vetëvendosje. Pajtojnë plotësisht, po megjithatë ata po i ofrojnë të 5-7 numrat e tyre. Për tek kësaj ata nuk kanë numra të tjerë, nuk kanë se ku ti marrin. Jo për te LDK-s, të shkojnë për te LDK-s. Po, ata janë të hapur për secilin vot, janë të hapur për secilin vot për jashtë votat e listës serbe, që tashmë e kanë deklaruar që nuk ecin tutje me listat me votat e kësaj liste. Po, domethënë janë të hapur për cilin do vot. AK-ja është aty, është nisma socialdemokrate, është PDK, cili do që i ofron këto 4 vota, nis do ta kemi nesërmën këtë situatë. Problemi është tek bloqet që asnjëri blok nuk i ka numrat e mjaftueshëm dhe pastaj e kanë bllokuar në një situatë këtë absurde. Për konstituimin e kuvendit, jo për bërjen e qeverisë, nuk po kërkohet vot për bërjen e qeverisë, po kërkohet vot për konstituimin e kuvendit. Kuvendi është i gjithëve, është absurde kjo që po ndodh. Po në këtë situatë në të cilën e jemi, një krizë, kushtimisht po e quajmë, në botë, kemi vatra lufte në anën tjetër, edhe deputatët sa po deklaruan që Kosova rrezikon minimalisht të humbë 90 milion euro prej bankës botërore. Në këtë situatë në të cilën e jemi, ato do të ishte, të themi, opsioni më i pranueshëm ai i LDK-s për një qeveri se gjithë përfshirëse? Në mënyrë që të menaxhohet edhe situata në vend, në mënyrë që të mos humben ato subvencione të cilat vijnë nga banka botërore apo edhe nga institucione tjera, edhe në mënyrë që vendi të ketë institucione dhe të jetë më i gatshëm në situatën në të cilën gjendet e gjithë bota. Po, unë pajtuam plotësisht që LDK ka ofruar një alternativë. Alternativa e saj është ky koalicioni që të përfshirës ose koalicioni unitetit, çdo që ata vendosin ta emrojnë më mirë. E kemi parë edhe atë 15 pikshin që zoti Abdigjiku ka shpërfaqur në një konferencë për media. Unë nuk e di pse LDK kohën e fundit gjithmonë përqafon nëse është pak më shumë për të zgjidhjet e situatave ose e dilemave ose e ngërqit përmes zgjidhjeve jo kushtetuese, sepse ne e dim që është jo kushtetuese. Kushtetuta e Republikës Kosovës thotë që shteti duhet të ketë pozitë dhe opozitë, sepse kjo opozita ka rolin e saj shumë të rëndësishëm për ta mbajtur në përgjithësi pozitën dhe gabimet që ata potencialisht i bëjnë. Në një situatë të tillë unë nuk e di kush pastaj kë do ta mbante përgjegjës. Ata kanë propozuar krijimin e një mekanizmi që do ta mbikëqyrë të krejt këtë veprimtari dhe pastaj do t'i mbante përgjegjës, po unë nuk e di kush e ka mundësinë me mbajt përgjegjës dikë kur nuk ka marrë votë qytetarësh. Prandaj funksionon gjithçka në demokraci sepse ka pozitë dhe opozitë. Kjo me të vërtetë do ta zgjidhte këtë problemin ndoshta të marrëveshjeve ndërkombëtare, por nuk e besoj që do të ishte në funksion të drejtë, madje mendoj që do ta kishte një rol tjetër dhe do ta çonte mesazhin që Kosova realisht është në një situatë të jashtëzakonshme. Për hir të vërtetës ne mund të kemi krizë ekonomike, siç kanë vendet që gjitha vendet që janë prekur për inflacionit për shkak fillimisht luftës Ukrainë-Rusie, që tash mund të pritet të kemi edhe një valë të dytë të inflacionit për shkak të luftës ose konfliktit të ri atje të hapur, lindjen e mesme, por megjithatë ne nuk jemi në një situatë as ku po sulmohemi, as ku po atakohemi drejt për drejt dhe çdo mesazh i gabuar tek bashkësia ndërkombëtare Kosovën e kthen në hapa mbrapa. Unë nuk e di pse për teka të dikujt duhet të krijohen kësi zgjidhje jo kushtetuese dhe zgjidhje që do ta çonin alarmin në botë që Kosova është në një situatë të palakmueshme, sepse pastaj kjo rrezikon na shty drejt Mirë, po zonja Hajdari, nuk mund të sillemi sepse sikurse jemi në një gjendje krejt normale, jemi në një qeveri e cila është me kompetenca të limituara. Nuk është një qeveri e rregullt e cila mund të hyjë dhe mund të thotë ky është vendimi jon. Nuk mund të nxjerrë një vendim të ri përpas atyre vendimeve të cilat i ka bërë deri në ditën kur ka qenë në detyrë. Po pajtohem plotësisht që qeveria nuk është në detyrë të plotë dhe nuk ka kompetenca të plota. Ka ende shumë pajtohem, unë nuk e mendoj që çështja në veri edhe sikur në një situatë hipotetike ose krejt utopike ku Serbia do ta njihte Kosovën, unë mendoj që të tilla sulme, të tilla tendenca për destabilizuar Kosovën do të ketë gjithnjë, sepse ne e njohim fqinjen tonë verior dhe e dim çfarë mund të presim prej tyre. Për tek kësaj, unë mendoj që
Pa diskutim që qeveria është në kapacitet limituar, nuk ka të drejtë për të marrë vendime të mëdha ose me kompetenca të plota, por deshëm ose deshëm këto janë lojra të demokracisë që kanë kaluar edhe shtetet më të zhvilluara. Ne kemi pas blokada të tilla edhe në vende shumë më të zhvilluara se Kosova dhe kanë pas ciklin e tyre kohor që askush nuk ka mundur të intervenoj ose interferoj. Krejt që ka kërkuar, krejt që ka lypet në situatë të tillë është pjekuri dhe maturi maksimale politike prej akterëve politik. Unë nuk e shoh që dikush në kuvendin e Kosovës prej subjekteve politike shqiptare. Gjithmonë i referohemi sepse komunitetet megjithatë janë të barabartë, se Kosova është shtet multietnik, kanë të drejta të barabarta, por megjithatë përgjegjësia më e madhe duhet të bie mbi ata që janë shumicë, që janë gjithmonë deputetët shqiptar. Nuk e kuptoj logjikën për u barikaduar deri në këtë nivel dhe për të mos dhënë votën e tyre, qoftë edhe jo në dakordim me partinë e tyre, sepse ata aty nuk kanë marrë votë për partinë, kanë marrë votë si individ, kanë marrë votë për të shtyrë përpara procesit për Republikën e Kosovës. Nuk u kërkoj votë për qeverinë Kurti, absolutisht, po për konstituimin e një institucioni, e një organi vital të shtetit si që është kuvendi, ata duhet ta zgjidhin kryesinë e kuvendit. Kryetari në kryetar e pastaj në një fazë tjetër le të vendosin se si ata mendojnë që është më mirë. Qoftë për opozitën, një koalicion të opozitës, qoftë për partinë në pushtet që është pretendente për ta bërë qeverinë. A mendoni që ka emra prej deputatëve të ish opozitës të cilët do ta votonin në një kandidat të vetëvendosës, po nuk e bëjnë këtë për shkak të partisë? Po ja ta marim për shembull, Gjermania kaloi një ngërç të shkurtër, të ngjashëm me këtë tonin, por ata ju kthyen këtij votimi të fshehur, pa drama, pa tendenca për të thënë jo, po bënin pazari politike, sepse kanë mendësi tjetër politike ata. Sepse ata asnjëherë nuk e qëtën në votim paraprakisht. Po, jo, e ka kaluar një votim ku nuk i ka marrë votat, pastaj janë detyruar të kthehen tek votimi i fshehtë dhe pastaj në votimin e fshehtë kalohen, zgjidhet kancelari i Gjermanisë, zoti Merz. Ndërsa Kosova ka lënë të njëjtat hapa, të njëjtat procedura dhe pastaj nuk votohet fare komisioni për shkak se thonë nuk dëshirojnë të hyjmë në procedura të votimit të fshehtë. Ndërsa e marrin shembull Gjermaninë, që Gjermania ka kaluar saktësisht të njëjtën gjë, ka bërë saktësisht të njëjtën gjë. A mund të bëjmë këtë krahasim, a është ide ky krahasim duke pas parasysh që një rregullore e kuvendit e përcakton mënyrën e votimit, ndërkohë nuk e dim se si mund të funksionojë në Gjermani, çështja e rregulloreve, çështja e... Po realisht nëse i referohemi vendimit, sepse rregulloret e kuvendit e parashojnë edhe votimin e hapur edhe votimin e fshehur. Ndërsa nëse i referohemi vendimit të vitit 2014 të gjykatës kushtetuese, ku kishim një ngërç të ngjashëm me këtë, që zgjati 6 muaj, do me thënë shumë ma shumë se kjo. Aty kishme një vendim. Një vendim ka gjykata. Ka qenë një kryetar kuvendi, cili me pas delë që... Po me gjithatë pas 6 muajsh. Ideja pse tani është bërë monotone, është sepse takon çdo 48 orë. Ndërsa atëherë nuk e kishim obligative këtë takimin 48 orë, sepse ngërçi politik në 2014 ka zgjatur plot 6 muaj. Po nuk ka qenë situatë, nuk jemi në një situatë njëjtë. Jo, nuk jemi. Imponimi i afatit për 48 orësh nga gjykata kushtetuese është bërë pikërisht për këtë gjë, që të bëhet presion deputetëve që të lëshojnë pe dhe të kemi krijimin e institucioneve në afate sa më të shkurtra kohore. Gjithashtu ky vendim obligon që deputetët të votojnë pro, kundër ose të abstenojnë. Deputetët tanë nuk janë duke votuar fare, këta të opozitës kanë fjalën. Ndërsa gjithashtu në këtë vendim paraqet votimi i hapur edhe votimi i fshehtë. Po, votimi do të vazhdojë në atë mënyrë që ka filluar. Domethënë kemi në pasi që ka filluar një votim, një proces. Kemi që ka kërkuar një interpretim të dytë tani dhe vendimi ende nuk ka dalë. Jemi në pritje të këtij vendimi, por ajo që është më shqetësuese është prap deklarata e të parit në televizionin tuaj, por në një emision tjetër, ku thot që pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese, LDK do të votoj hapur. Pavarësisht vendimin, do me thënë, kemi një LDK të re, e cila nuk do të respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Se po quajnë LDK të re? Sepse ka respektuar vazhdimisht. Unë mendoj edhe për faktin... Unë mendoj edhe për faktin që ka zgjedhur një lider të ri, se megjithatë LDK njihet që... Zonja Ajdari, më fal, po të ndërpres. Ju më të drejtë thatë që përgjithësia i bie shumicës më herët. Absolutisht. Dhe në këtë rast përgjithësia besoj i bie lëvizjes vetëvendosje, për
për t'i bërë numrat mjaftueshëm, pavarësisht që sovrani ka vendosur që të ketë vetëm 57 përfaqësues në kuvendin e Kosovës. A nuk duhet që lëvizja vetëvendosje që t'i ul të paktën sëpatat, dhe gjuhën ta ul po ashtu, dhe të thirrë pse jo edhe veç deputet të partive të tjera, të cilët konsideron që mund të bashkëpunoj me ta, bie fjala, po më kujtohet si fotografi Nait Hasani me Albulina Haxhiun, të marrë më të mirë në këtë rast zotin Hasani dhe të thotë kemi nevojë për votën tënde, të bëhen të sinqert dhe të takojnë jo vetëm liderët e partive politike, po nëse kanë besimin që ka njerëz të cilët mund të votojnë fshehurazi, pse nuk takojnë deputetët veç e veç ata që mendojnë që janë, sepse unë e di që kryeministi Kurti ka deklaruar që thotë që ka njerëz të partive që mund të votojnë, pse nuk merr dhe bisedon individualisht me ta? Gjithmonë përgjithësinë e merra që është më e madhe, çdo rrethon, jo vetëm këtë. Unë mendoj që lëvizja vetëvendosje ka përgjithësinë më të madhe, po ju fajin për blokadën. Fajin do ta kishte nëse nuk do të jepte emër fare, nuk do të propozonte emër fare për të parin e kuvendit, sepse ka këtë drejtë. Mos të propozoj fare emër, edhe gjithë e kemi pritë që nuk do të propozoj fare emër. Nëse ka dilemën për numrat, nuk do ta propozoj një emër. Por megjithatë, lëvizja vetëvendosje voton edhe në fazën e parë për pranimin e mandateve, voton edhe në fazën e dytë propozon edhe fazën e dytë emrin e zonës Haxhiu për të parën e kuvendit, e drejtë kjo që jepet edhe me kushtetut. Unë nuk e kam parë një fazë që lëvizja vetëvendosje e cila ka për hir të vërtetës 48 deputet, pjesa tjetër e numrave janë deputet të komuniteteve, që ka arritur t'i bëjë gjithsej 57 numra. E kemi parë afërsinë e zotit Kurti për të ndoshta për të ego së tij politike, që është ullur me zotin Limaj, Fatmi Limaj, do me thënë një subjekt politik si që është Nismaj, që ka vetëm 3 deputet, është ullur e ka diskutuar për fazën ose për mundësin e bërjes së një koalicionin me shumicën e thjeshtë, që është 60+1, edhe pas tyre diskutimeve ose dakordimeve që kam pas, e kam parë që me gjithatë nuk i kam prap 61, po i kanë 60 numra. Me 60 numra nuk e bën dot. Pastaj për te kësaj ka vendosur prap për te egos ti besoj politike, ti bëj 3 ftesa zyrtare publike, radhazi. Ne nuk do ta mbanim atë si kur dikë që s'ka kaluar vetën nëse këto ftesa do të ishin jo zyrtare, nëse do t'i ftonte për kafe, për diskutuar, por me gjithatë, ne për të ftesës publike sot nuk kemi si t'i kërkojmë llogari dikuj më shumë. A i bëri 3 ftesa publike në drejtim të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilat nuk por jo deputetët të cilët besojnë që mund ta votojnë. Derisa thatë, më falë për ndërprerjen, derisa e kemi deklarimin nga vetëvendosja, deklarimet të vazhdueshme të cilët thonë që ka deputat që në votim të fshat do ta votoni një kandidat prej vetëvendosës. Pse këta deputat nuk i ftojnë në diskutime, në takime, edhe do shta do të votojnë edhe haptas, nësë janë të bindur që kanë deputat nga ish opozita. I kemi parë si lajme në për portalet të ndryshme, edhe në media që janë kontaktuar. Për shembull është kontaktuar zoti Geci për votën e zonës Marigon Geci. Po jo Marigona. Se Geci... Kështu funksionan, besoj që kështu funksionan. Zoti Geci nuk ka drejt votën në kuvend. Unë asë nuk pajtohem. Mendoj që zonja Geci shpërgjeci për votën e saj, por megjithatë është rregull i tyre edhe është e drejtë e tyre të funksionojnë si do që ata kanë parë. Sepse, po flasim për një mendësi, pajtohem për është mendësi që ndoshta ne, që vim për një qyteti pak më të madh, që është Prishtina, ndoshta shohim ndryshe, në rrethet të ndryshme, në zona pak më rurale, gjërat funksionojnë pak më ndryshe dhe ne jemi të vetëdijshëm. Po, ne jemi të vetëdijshëm se si funksionon. Por megjithatë, ta normalizojmë kaq shumë. Jo, nuk po e normalizoj, por megjithatë unë nuk kam të drejtë të futem në familjen e dikujt që ka parë këtë si rregull familjar i cili u funksionon. Për te respektit të ndërsjellët si babi, unë nuk kam të drejtë. Po përveç Marigonës, deputat sepse Marigona nuk është e mjaftueshme, vetëm një emër. Pastaj kanë takuar me atë sa kemi informacione, po edhe zonja që po përflitet që është deputete e re prej Lidhjes Demokratike të Kosovës, që i është përfolur emri disa herë radhas në media, është zonja Serbeze, nëse s'gaboj. Doktoresha, e cila thuhet që ka takuar edhe që është e gatshme, ne kemi parë gatishmërinë edhe reflektim shumë serioz prej zotit Arben Gashi, deputet
ky jo i ri. Atër pse këta deputat nuk po votojnë haptas pra? Se vetëvendosja po insistojnë në votimin e fshat, nëse ka këta deputat. Kam, e di që një gatishmëri për zhbllokim të situatës e ka, nuk e di sa është e vërtet, se lajmet gjithandej po shkojnë dhe u kërkojnë ndjes të gjithë të apostrofuarve të që i përmendëm, nëse kanë qëndrime tjera, por me gjithatë këto kemi lexuar për emrat e tyre, gjithashtu jo për të dalë kundër qëndrimeve të subjektit politik, por një reflektim pak më i madh politik e pjekuri pak më i madh është parë edhe te zoti Çuni për zhbllokimin e situatës, edhe është krejt absurde mbajtja peng e institucioneve për emrin, sepse në fund të ditës zonja Haxhiu është deputetja, kemi diskutuar disa herë, më e votuar grua, nëse nuk do të kishte mbështetje, nëse nuk do të ishte pëlqyer për qytetarëve, ajo nuk do të kishte marrë ato vota. Prandaj, nëse dikush është votuar dhe është vlerësuar aq shumë sa është vlerësuar, pavarësisht mendimit tonë që mund ta kemi personal gjithë secili prej nesh, ajo i është nënshruar votës lirë demokratike dhe ka marrë këtë mbështetje për gjithë njerëz atje jashtë, se mos ta përfaqësoj kuvendin e Kosovës nëse peshon ato peshon në vend. Përderisa janë këta deputatë, të cilët u përmendën edhe emrat e tyre patjetër që kanë qarkulluar nëpër media të ndryshme, të cilët mund ta votojnë në zonjën Haxhiu për kërë parlamentare. Atëherë nëse vetëvendosja është e sigurt që ka këto vota, pse atëherë insiston në votim të fshat patjetër? Sepse e di që mbështetje do të marrë edhe prej deputetëve të subjekteve tjera politike, sepse unë e mendoj që secili prej qytetarëve edhe prej qytetarëve që s'kanë të drejtë vote fare, po ndjehemi keq për ngërçin që është krijuar. E mos të flasim për përgjegjësinë edhe ndjesinë e pakëndshme që e kanë të gjithë ata që vishën, shkojnë punë edhe kthehen në shtëpi të dëshpëruar që nuk munden me çu punën e tyre në një fazë tjetër. Këtë ndjesi jam e sigurt që kanë edhe deputetët e opozitës, pavarësisht qëndrimeve të subjekteve të tyre politike. Unë e shoh si papjekuri të parit të subjekteve politike kurdo që i drejton ato sot, sepse po them edhe një herë, është krejt diçka tjetër për ta shtyrë formimin e kuvendit Kosovës, se krejt diçka tjetër për të dhënë vot për koalicionin fitues, për shembull ose për cilin do subjekt politik. Unë nuk jam që deputetët e opozitës të japin vot blanko për qeverinë e Kurtit 3, po jam për të dhënë vot për konstituimin e kuvendit, sepse ne nuk shkojmë as në zgjedhje pa emërimin e kryetarës ose kryetarit të kuvendit. Është krejt absurde, sepse po pretendon që jo, këmbgulja është zonja Haxhiu pastaj të mbetet ushtruese e detyrës së presidentit. Po kjo nuk është fare e vërtetë, sepse nëse ne nuk kemi dakordsi edhe në vazhdim, e kemi një vendim potencialisht të gjykatës kushtetuese që do mund të ishte kundër këtij votimi të fshat, potencialisht në kundërshtim me atë të vitit 2014, atëherë ne prapë do duhet të shkojmë në zgjedhje të reja, sepse nuk kemi konstituim të kuvendit. Ne nuk mund ta bëjmë as të hap prapë pa e kaluar këtë procedurë, dhe nëse kalojmë këtë procedurë, zgjedhjet e jashtëzakonshme janë për një afat shumë më të shkurtër kohor, që do të thënë prapë e para kuvendit do të mbetet ushtruese e detyrës së presidentit, sepse zonja Osmani ka mandat deri në shkurtin e vitit kaluar. Do të thënë çdo matematik që këta kanë hyrë në paranoja edhe po diskutohet në studio televizive nuk qëndron, sepse potencialisht do të shkojmë në zgjedhje të reja. Edhe do të thënë cikli nuk do të përfundoj me zonjën Haxhiu si ushtruese e detyrës, sepse zonja Osmani deri në shkurtin e vitit të ardhshëm është në detyrë. Është këtë absurde, është bllokat këtë e panevojshme. Përgjegjësia e njerëzve të cilët janë në pushtet ose të cilët kanë marrë pushtetin prej qytetarëve, a duket që është e zbet karshi zhvillimeve të cilat ndodhin në botë, duke nisur nga Ukraina ku ka ndodhur e deri tash që është konflikti mes Izraelit, Iranit, ku është përfshim edhe Amerika. Përgjithësia e politikanëve, po. Pa diskutojmë, ne këtë po e diskutojmë, që do të thënë nuk ka asnjë lloj logjike pavarësisht konflikteve në botë. Ne sikur t'i kishim vetëm këto telashet e fondeve që janë ndarë për Kosovën e që nuk po merren dot, vetëm kjo do të ishte alarm për të shtyrë gjërat më shpejt dhe për të shkuar një hap tutje. Nuk e kuptoj këtë blokadën e inatit, se kjo është blokadë që buron puro për inatë dhe teke. Nuk ka të bëjë asgjë me diçka tjetër. Ne kemi kaluar një proces zgjedhor. Procesi zgjedhor i ka nxjerrë me këta numra, me këto përqindje, ti nuk mundesh sot me menjanu komplet parin, kur ai është nënshtruar votës qytetare. Nëse ti e mendon që ai s'bën, ai s'ka vlerë, ai nuk e meriton qeverisë,
të tjerët atje jashtë e kanë menduar ndryshe. Nuk po e them unë, nuk ka nevojë na adreson neve me sharje shpifi që po ndodh. Se ky nuk është vullneti im. Unë mund ta kem të drejtën për ta ushtruar një votë. Është vullneti atyre jashtë që i ka votuar 42.7% për një subjekt caktuar politik. Që nuk është mjaftueshëm për ta qeverisur. Absolutisht, por megjithatë në demokraci kjo është dyfishi në raport me këta tjerët. Domethënë duhet ta mendosh të situatë me racionalitet në situatën ku jemi. Nëse lëvizja vetëvendosje po thotë që unë i kam numrat për me bosh qeverinë, veç po më duhen tash me bo kryetare. Lekja japin të drejtët, pastaj ta shohin ma e ka, nuk e ka. Ata çfarë po deklarohen, unë po citoj në deklaratat e tyre. Si është e mundur dikush që thotë unë i kam numrat për qeverinë, po jo për kuvendin? Po Kaltrin, mendoj që qëndron. Ka pas dilema dhe të kësaj, po mendoj që qëndron, sepse marrëveshje politike bëhen për qeverinë, po për kuvendin nuk ka gatishmëri të bëhet. Zonja Osmani ka qenë pjesë e një marrëveshje politike kryetare e kuvendit të Kosovës. Ka qenë në rrethana kritjera, kur të dy subjektet politike kanë pas diferencët me një deputet. Nuk mund të kemi dy herë rrethanat e njëjta. Absolutisht. Qëndrojmë në situata krejtë ndryshme. Potenca politike me vetëvendosjes edhe LDK-s në rrethanat kur po flasim ka qenë një deputet. Domethënë ka qenë aty, ka qenë pothuajse e barabartë. Dhe prandaj nuk kam pasë si ta kundërshtojnë ose bllokojnë njëra tjetrën, se kanë qenë të vetëdijshëm për potencën e njëra tjetrës në situatën ku po flasin. Pavarësisht që vetëvendosja është dyfishi i të dytës, mos të folim për tretën e të katërtën, megjithatë se ka këtë potencën politike për ta bërë vetë. Prandaj lindin gjithë këto probleme, sepse ambicjet e gjithë secilit shtohen pastaj në rrugë të sipër. Po, a ka vetëvendosja gatishmëri për të zgjidhur këtë ngërç politik, sepse si duket edhe vetëvendosja them më herët që është bllokadë e inateve, ndoshta edhe në kjo çështje e vetëvendosjes mund të perceptohet si inat politik, derisa insiston në votimin e fshat. Në anën tjetër kemi një ish opozitë të cilët insistojnë në votim të hapur. Kush mund të mbetet fajtor, sepse më herët thatë që vetëvendosja nuk e ka fajin. Kush e ka fajin? Përgjegjësinë e ka më të madhe për të gjetur rrugë dhe alternativa të reja për t'i bërë organet për të konstituimin e kuvendit. Përgjegjësia bie mbi të parin. Fajin pastaj duhet ta gjejmë se ku është. Ku është faji? Në këndvështrimin tënd. Kush është faji? Vetëvendosja nuk ka faj. Kush është fajtori kryesor? Unë mendoj se secili deputet që shkon aty dhe nuk voton, qoftë pro, qoftë kundër, qoftë të abstenoj, nuk po e bën detyrën e tij. Unë mendoj që në për shembull, personalisht do të mund të ishte edhe për mua jo më e mira si kandidate, se preferencat janë individuale, por në rrethanat ku po flasim, me krit konfliktet, me gjithë situatën gjeopolitike që e ka mbërthy globin, dhe me këto të lashët financiare që ne si Kosovë pa zhvilluar dhe në nevojë, kemi nevoja të jashtëzakonshme për të përfituar nga secila mundësi që na shfaqet, mendoj që si deputet i cili do subjekt politik do ta votoja cilin do kandidat të cilit do subjekt politik, sepse për të subjektit politik unë atje shkoj duke prezentuar vlerat dhe duke prezentuar fillimisht vetën time. Unë nuk do ta mbaja peng Republikën e Kosovës për tekat e subjektit tim politik, cili do qoftë ai. Dhe në të ardhmen nëse ndonjëherë do të bëhem pjesë ndonjë subjekti politik, do ta kenë të qartë të gjithë që vendimi im për të ndihmuar Kosovën para subjektit tim politik do të ishte gjithmonë prioritet. Mendoj që nga ky parim do duhet të nisej secili deputet. Nga ky parim që po thoni ju, do duhet që edhe zonja Haxhiu të tërhiqej, dhe të thoshte unë nuk po du të bëhem kryetare e kuvendit, dhe të zgjidhet një herë e mirë kjo çështje. Pajtohem plotësisht, por megjithatë asnjë një situatë të tillë nuk na garanton që edhe për emrin e dytë të propozuar nuk do ta kemi situatë. Po ende nuk kemi një emër të dytë, nuk kemi një opsion të dytë. Okej, ai ka dhënë disa emra, të cilët janë të sigurt që do e çojnë të gjithë. I kanë dhënë në mënyrë që deputet që janë për të ikur kësaj fajt përgjithsisht, në mënyrë që edhe ne bëm një propozim, sepse kemi parë propozime nga gjitha kampet, secili më absurd se tjetri, duke filluar nga ky më i madh me 15 pika, ku në mesin e 15 pika është edhe zgjidhja e problemit energjisë elektrike dhe propozimi për gastrifikimin e Republikës Kosovës. Një diçka që Kaltrin s'kan mundur ta bëjnë të gjitha subjektet politike, të gjitha, pa përjashtjem, për 25 vjet, dikush bën propozim që hajde ta zgjidhim për 6 muaj. Domethënë, kjo është me ta fy inteligjencën. Për te kësaj, në një situatë të tillë çfarë jemi, ku nuk ka fare siguri sa i përket gazit, edhe sa i përket furnizimit, ndërtimit, shpërndarjes të një rjeti të ri, që kjo është kosto në vete. Të propozosh diçka të tillë në një situatë të paqëndrueshme,
qoftë politike, qoftë të sigurisë, qoftë ekonomike, kur ti flen në linit, ne flem në linit, do me thënë, nuk propozon në zgjidhje të tipit, hajde ta modernizojmë këtë termocentral që kemi, ose hajde të hymë në kredit të mëdha për të ndërtuar një termocentral të risë, të paktën e kemi bazën, e kemi landën e parë vetë, s'kemi nevojë për të shpenzuar edhe për landën e parë, sepse ne nëse bëjmë shtrirjen e gypa, ndërtimin e termocentralit me gaz dhe gjithë shka tjetër, prap landën e parë nuk e kemi tonën, prap duhet të investojmë në blerje. Dhe më thënë, qëfar analiza është në këtu? Apo duhet vetëm dalim me propozime absurde, që të themi që edhe ne kemi propozuar diçka ne nuk e kemi fajin. I ka emrat e saj, janë të sigurt të cilët në rast se del Sonja Saranda Bogujevci apo Shqipe Selimi, që gjithë deputetët e AK-s do e votojnë. Nëse kjo është një zgjidhje dhe mund të bëhet zgjidhje, a është rrugë e duhur që dhe zonja Agjiu thotë në rregull, unë tërhiqem, e di që jam personi më i votuar në Republikën e Kosovës, sa i përket gjinisë femërore, jam gruaja e cila më dëshiron populli, por në Kuvendin e Kosovës vullneti është tjetër, a mund ta bëjmë këtë çështje? Me gjithë respektin maksimal edhe për dy zonja tjera që po përmenden, zonja Shqipe Selimi dhe zonja Saranda Bogujevci, po të njëjta nuk kanë shfaqur interesim për të marrë këtë pozitë. Megjithatë, pozita e parit të kuvendit nuk është vetëm pozitë teknike, siç e referohemi ne spikeri kuvendit, megjithatë ka takime të rëndësishme, ka që mund t'ja kishin dalë besoj. Po, kjo varet prej individëve sa kanë gatishmëri për të marrë përgjegjësi të tilla. Unë në bazë të asaj që ato vetë kanë deklaruar që nuk janë të gatshme për të pranuar. Besoj që kanë diskutuar edhe brenda subjektit politik dhe absolutisht nuk e mendoj që subjekti do të ishte kundër dy emrave të tillë, por megjithatë mbetet në diskrecionin e të dy zonjave sa janë të gatshme për të pranuar një pozitë të tillë. Pra partia mbetet e ka ato inatet politike të cilat Nuk e di këtu a ka të bëjë me inatin politik, a me mos gatishmërinë për të marrë përgjegjësi të tilla. Si mund të perceptohet derisa kemi deklarime nga partia në fjalë, nga vetëvendosat të cilët edhe sot deklaruan që nëse një ex-parti na cakton dy emra të cilët mund t'i votoj për kërë parlamentar, atëherë i bie që edhe ne t'ja caktojmë nënkryetare të kuvendit. Po është punë natësh, për të kësaj vishë mendoj që këtu ka të bëjë edhe me faktin që a pranon dikush apo jo, se megjithatë edhe kur të ofrohet një pozicion pune edhe i rëndom, ti e konsideron fillimisht se si do të performosh, a do të jesh në gjendje ta bësh më të mirën. Unë nuk e mendoj që zonja Selimi po kalon situatë të lehtë tani për tani në fazën që është zonja Bogujevci është bërë në rishtaz edhe nuk e di sa. Ka qenë kryetare kuvendit. Po megjithatë ti je nënkryetare. Nuk kemi deklarimin ende prej asnjë prej zonjave. Jo janë deklaruar që s'ka qenë të gatshme për të marrë si emrim. Edhe pse të dyja kanë cila do gruaj, cili subjekt politik në kuvendin e Kosovës është atje për shkak të vlerave që përfaqëson, është atje për shkak të mbështetjes të madhe që gëzon prej qytetarëve, pavarësisht subjektit politik prej cilit vin. Po të njëjtin bagazh ka zonja Agjiu, familja e saj dihet për kontributin edhe në luftë. Prandaj çdo tendencë për ta ulur figurën e saj për të ngritur një grua tjetër nuk është në rregull. Prandaj kam të prekandit në cilin jam, e kam shumë të pakuptim se pse dikush që vjen për një familje të tillë, dikush që ka dhënë kontributin e saj, dikush që vetëm pse përshfaqson vlera të ndryshme prej subjektit tënd politik të bllokohet, sepse në përgjithësi deputetët e një subjekti politik përfaqësojnë gjën e njëjtë. Po vetëm nuk në atë pozitë nuk janë për të përfaqësuar familjen, por janë për të përfaqësuar qytetarët e Kosovës dhe puna e tyre vlerësohet, jo puna e familjes. Në mirë kisha dashur të pa kryetar të kuvendit. Jo pajtohen plotësisht, por megjithatë në këtë sugjerimin që ka bërë AK është thirrur në këtë që zonja Selimi dhe familja e saj kanë dhënë kontribut në luftën. Nëse kjo është vlerë për te vlerave që deputetët tjerë kanë, të njëjtën gjë kanë bërë edhe familja Agjiu dhe jam e bindur që pothuajse secila familje shqiptare në Republikën e Kosovës, po sido që të jetë, për sakrificën që familja e zonës Bogujevci ka bërë në luftën e fundit në Kosovë, pa diskutim që është vlerë e shtuar, por megjithatë jo më pak ka sakrifikuar familja e zonës Agjiu. Domethënë nuk e kemi një masë që për të vendosur kush ka vlerë më shumë e kush ka më pak, dhe nëse him në situata tilla, gjithsesi do të përfundojmë duke lënduar ose cënuar dikë tjetër. Unë pajtoj me zotin Bek Berisha, deputet i AK-s ky, i cili në deklaratë të tij thotë, unë se kuptoj as subjektin tim politik pse kemi vendosur të mos votojmë, se në fund të ditës ata deputet
të pushtetit, për mua janë gjithë njësoj. Dhe pajtohem me zotin Big Berisha, sepse ata përfaqësojnë të gjithë njëjtën gjë, përderisa janë pjesë e një subjektit politik. Njëjtë sikur deputetët e AK-s që përfaqësojnë të gjithë të njëjtën kauz, synim, Besoj të ishte mirë që të përfaqësonin edhe diversitet brenda partive politike, të kishin guxim që të mendonin dhe votonin ndryshe secili deputet në partitë e tyre. Dhe kjo është emancipim, kjo është për të dalë, nuk ka të bëj me kontrolin, kjo ka të bëj me faktin që te atje përfaqëson vetën tonë në radhë të parë, interesin e Republikës e pastaj edhe subjektin tënë politik. Sepse subjektet politike kemi parë që po ndrohen, për megjithatë Kosova nuk ndrohet dot. Edhe problemet duke se nuk po na ndrohen. Nëse ashtu, në zarat që në pushtetet. Zonja Dari, faleminderit shumë që ishte sot pjesa. Faleminderit, Kaltrin, kënaqësi gjithë. Faleminderit shumë. Ishim në këtë pjesë të parë të